s'kishte Elbasan Llinja atje? Po kishte. Po se more do të njërin? Po e mora njërin aty, e gjeta dhe i thash të lutem, jo tham vjen keq nuk dalë në emision, po të lutem do transmetohet në Shkodër, nuk e shikon kush në Elbasan, mori pa marrë, po jo pop rek. Po kështu duhet, po jo me po i more leje njerëzve? Po i le lirësh? Ja, po, nuk realizon asnjë emision me leje, çfarë me leje, pa leje. Kur u zuk kështu ngusht. Me shpatulla për more. Tregoj, u bë miq, ai fol, u regjistro, u bë miq. Sa bukur. Jam kurioztare. Është shumë interesant, sepse ai kujtoi kohën se si festoi viti i ri dikur dhe në çfarë gjendje i ka gjetur familjet në Elbasan ky vit i ri. E diti që Bruno Shllakun, shkodranin ton, artistin ton të mirënjohur e ka pas komshi? Vërtet? Po. Po, kjo është shumë interesante. E dëshmon në intervistë. Ndihet atmosfera e festave në Elbasan apo jo? Ndihet jashtëmase. Edhe festoj shumë bukur. Emocionalisht qytetarët janë të gatshëm se ju jeni mësuar me ditën e verës, që është dita e bollokumeve. Më shumë se sa festat e vitit të ri. Dita e verës e kemi të shenjtë, mund thuash. Po, gëzimi për festat e fundvitit është ashtu siç ka qenë, familjet janë të kurrur familjet në Elbasan. Jashtëmase nga të gjitha anët. Nuk festohet siç e kemi festuar, grumulloshim gjithë bashkë, tash jemi vetmuar, se gjysma e popullsisë ka ikë shtetit. E kanë harruar vendin, them të atë që është të vërtetë. E kanë harruar vendin. Të paktën nuk vinë as për festa, për shembull emigrantët apo verë, apo jo. Ata vetë tash janë me halle, janë martuar, janë me fëmijë, janë me probleme me leje nuk mund të marrin, mund të vijë herë në vit qëllon rasti që vjen, se për ne. Po ja ti për vete me këtë do ta festosh, festën e fundvitit. Unë kam festuar gjithmonë me gruan, ftoj dhe çuni me që e kam këtu. Kam shansin më të madh se çuni nuk. Pas ke mbajtur njëri këtu, nuk e ke nisur në emigrim. Ne kemi Itali dhe pa jo Italis do vi? Italis ashtu i ka sa probleme që nuk vjen dot tani për festa. Pra ju e kaloni në shtëpi, aty të gjithë bashkë. Po çuni te unë te çuni se ka shtëpi tjetër. I bashkarisht. Nga ora 12 janë më komshi që bien derës në Elbasan, jo ka ikur kjo traditë. Neve dikur në Elbasan, pallati ku jam unë, ishim 6 familje, e festoshim bashkë. Fëmijët një orar 6, me 8 apo me 9, neve më të rriturit, mas orës 10, e festoshim bashkarisht të 6 familje. Tani sa vite ka që se bëni këtë traditë më? Që ku hyni demokracia. Fare. Uftohen njerëzit, Uftohen jashtëmase. Tradita që shumë e bukur. Se Elbasani dallohet për traditat, por e humbi dhe këtë. Tepër që unë babajnë e kam pas mësues, po i binde violinës, edhe aktivizohesh me kalamajt edhe shumë. Sa bukur me violinë në shtëpi viti i ri, e krijoi atmosfera, dikur shikonim dhe televizorin shumë, këto estradat e rretheve. Tani fare, na merr gjumi pa shkuar ora 12. Estradat e rretheve, unë të them kam pas detajen tim artist të estrada, që është Frejt Gjevori, i shkreti ka në rujet, tashti, ka qenë humoristi më i mirë në Elbasan. Bashkë me thatë shok të vjetër të ati, ka lënë kujtime shumë të bukura. I kujtojmë e sot neve, e pse ka vite që këtë. Tani pavarësisht se ne na vjen keq për të traditë që humbi, ati urojmë të gjithë shqiptarë kudo që ata ndodhen, po dhe shkodrani një çik me hatër, se Shkodra dhe Elbasani sikur na bashkon atë paksa dialekti deri diku. E drejtë është, me Shkodrën gjithmonë kemi pas marrëdhënie të mira. Mund të përmend një emër që e ka pas shok feminie në pallat, Bruno Shllaku. Vërtet? Bruno Shllaku. E kam pas shok feminie, jemi rritur bashkë edhe një femini që sot nuk e bajnë kur ato, se kanë lojnë atjera, ne kemi primitive që ishim në atë kohë. Po Bruno që në moshë të vogël ka qenë artist. Bravo. Okej, pra ne do përshëndesim jo vetëm Brunon, por gjithë shkodranët. Gjithë shkodranët me kënaqësi më të madhe. Shkodranët janë të veçantë, janë njerëz të kulturur, njerëz popullor që e duan njëri tjetrin shumë. Okej, t'ja kaloni gëzuar dhe uroj që familja juaj të zmadhohet, qoftë edhe me mysafirë. Po, faleminderit, inshallah arrihet, po. Gëzuar qofshi edhe ju.